Mbi 1200 rrënjulli janë ndjekur në fshatin Dush të Lushnjës, si pasojë një zjarri që përfshiu disa faqe kodre. Flakët u vunë qëllimisht nga dy të rinj për të pastruar shkurret në pronat e tyre, por situata ka dalë jashtë kontrollit dhe zjarri ka përfshirur lishtet. Shuarja u bë gjatë natës nga banorët e zonës pasi zjarfikësit e kishin të pamundur për të shkuar në terren. Policia ndaloi dy të rinj, Elton Qosja 34 vjeç dhe Julian Qosja 26 vjeç, të dy banues në Lushnjë, ndërsa dosja ka shkuar në prokurori. Dëmet, siç shpjegon administratori i Dushkut, janë të mëdha dhe mjaft rrënjulliri kanë dalë jashtë përdorimit, kurse për të tjerat duhet kohë që të rifillojë prodhimi. Këto janë ullinj që janë mbjellur mas vitën 90, ku ka qenë masat e mëdha, zjarri, djegat janë të konsiderueshme. Në ato të tjerat kërkojnë edhe ato kohën e tyre. Administratori i fshatit Dushk bën apel për kujdes për vënien e flakëve për pastrimin e kullotave. I bëj apel gjithë njerëzve që vinë punojnë, që kanë tokët e tyre, ullisht e tyre, që të jenë të kujdesshëm në pastrimin e territorit të tyre. Njëkohësisht i bëj apel edhe çobanëve, sepse një pakujdesi e vogël si e djeshmja shkakton dëme të konsiderueshme. E janë pikërisht çoban shkaktarët më të mëdhenj të zjarreve në disa zona të vendit. 3 ditë më parë një çoban 63 vjeçar u prangos për zjarrvënie të qëllimshme në malet rreth Shëngjinit. Ndërkohë dyshimet për zjarrvënie nga barit janë edhe për flakët që përfshin zonën e Oroshit në Mirdit, ku janë djegur rreth 80 hektar pyje. Sipas autoriteteve, zjarri është vënë në kontroll nga ndërhyrjet e ushtrisë dhe zjarfikësve.